Përshëndetje çuna, jemi rikthyer përsëri këtu me një video të re me EFC Mobile 20 prej pra sot do luam 25 sepse ka dalë week të bashk, por para se të villoj këtë video mos harroni të bëni like dhe subscribe për pjesën tjetër. Edhe vazhdojmë me video. Shikoni miq, Bundesliga, më falni, Serie A ka dalë, është një vend super miq. Edhe së viktoresh ose Serie A, këto ne i kemi plotësuar, por qëllimi këtu është të plotësosh këtë topin, edhe ku të plotësosh 6 herë këtë pjesën, 4 herë, fani 6 herë këtë pjesën e topit, ku të plotësosh një herë merr 500 diamante, ku të plotësosh 2 herë merr 30.000 diamante, 3 herë 3 Mascherano, dhe randi 4 është Dybala, ishin shansa edhe 1.000 coinsa. Edhe të shikojnë se çfarë lojtarësh ka dalë një super lojtar. Miq, shikoni, ka dalë Ronaldo fenomeni me 2.000 shadresa, deri më tash ne kemi 1.475, jo keq pasi do t'i ruajmë për eventin UTOX. Shikoni Ronaldo fenomeni miq, një super lojtar. 126 pacing, 126 jute, 97 passing, 121 dribbling, 54 defense dhe 107 fizikën. Ka dalë Maldini, Zambrotta, Frank Rijkaard, Lukaku, Bastoni. E kena hapur pakun me 3.000 diamante fatë keq, por vetëm për ju sot do hapim pakun me 2.500 diamante. Vetëm për ju do hapim pakun me 2.500 diamante. A jeni gati? 3, 2, 1, ikën 2.500 diamante, i shavë dhe një gjenë mille, pse nuk është pak si majmi i lojës, për pakun me 3.000 diamante kena hapur sot, kështu që nuk kemi shatë vazhdojmë, i shatën në dherë dhe animacionin. Po, ndorë të shikojmë është holandez, Samë, Wesley Sneijder 108 të ndëruar mi. Wesley Sneijder 108, what the fuck is going on? Wesley Sneijder 108 mi, në pakën me 2.500 diamante, Sneijder 108 dhe besoj se po ta ishin rrugëllë me shkoj 112 overall. Çfarë fati miq? Çfarë fati? E fusim dhe rrim 111 overall, por di bëjmë raka Wesley Sneijder dhe shkojmë 112 overall. Çfarë fati? Për ne i themi ruani diamantet, se shmëra mua sot me 2.500 do ju bjerë ju një gjë e mirë. Kështu që vazhdoj. Një rankapja bëm, kena shumë Mascherano, do bi 100 Mascherano, sepse i kena ruajt. Në qofë se do të keni fatin tim si qyllë, mos harroni të bëni like, subscribe, comment, share, çfarë të doni që pjesën e dytë ta bëj për 100 like. Ta bëj për 100 like t'i bje. I duhet t'i bëni sa më shpejt deri te një tjetër, pasi del La Liga, del week 4 edhe dalin shumë lojtar të mirë. Themi ta trajnojnë full Wesley Sneijder, 112 e kena quar, duhet ta çojmë 113, por të shohim. Dhe të provojmë një herë strategjin me një Mascherano, të shikojmë. Edhe please u bë. Të shikojmë, jo, u bë me një Mascherano 113 overall, haha. Shikojmë tash, ne si thoni ju, unë them që të rrisim 2 dribbling, 2 max shooting, i rritet, ose 3 dribbling, max dribbling, 2 shooting, që rritet finishing, shot power, long shot dribbling, dhe ball control. Unë i do lojtar me ball control, kështu që të bëjmë kështu. Wesley Sneijder. Të shikojmë. Edhe kena arritur 112 overall. Pasi në ra Wesley Sneijder kena arritur overall
Një super. Bëjmë training transfer. Wesley Schneider. 24 nivel. I bëjmë edhe training. Futem çfarë Max. Shkojmë statistikat mi sa I ka rojtë statistikat Wesley Schneider. Detajsh 135 page, 126 shooting, 227 passing, 164 dribling, 77 dribling, 100 fizikun, 5 këmbët, një bishë vërtet miq. Një bishë vërtet në ekipin të sa po ka ardhur. Për kjo na u ka overallin, por nuk ka problem pasi tashi unë them që të bëjmë këto, por si fillim do bëjmë një lloj head to head të shikojmë si luan Wesley Schneider dhe me 112 kena shkuar legendary 2, por kena bërë një humbje dhe ka humbje sepse kjo lloj ka shumë skripta, por nuk kemi çfarë të bëjmë. Edhe një super miq Wesley Schneider 108 miq. Lojtari më I miq që ka rënë deri më tash 110 sulmi, 112 me sfushë ka vajtur dhe 110 mbrojtja. Ndërsa kundërshtar Fenerbahçe 109, 108, 109. Por attacking midfielder dhe defense me sfusha është bërë blind. 112 overall. Super të shikojmë dhe Schneiderin si luan. Kundërshtar 109 overall nuk kanë në ekip të keq, por të shikojmë. Topin e ka Lautaro Martinez, sa për të Garic, Modric, Maicon. Maiconi nuk e di se çka ka bërë me një që në për në nxefe mund se këta lejta bën shumë gabime. Vjen Modric atë, Maicon. Nuk arrin të shkoj topi ke Wesley Schneider. Me një power shot, vjen Beckham, blokon Schneider. Topin e ka Rivaldo. Ecë mjaft mirë ky djalë, Rivaldo, pasi për tek Martinez, nuk e di pse dha atje topin, po nejse, gjithsesi Garincha del fitues. Po vjen Kamavinga, edhe pse nuk është në pozicionin e tij, është se më ka lënë left back, pra LB, nuk e di pse, po Toure mjaft mirë, kemi edhe Moore, what the fuck, shit, bravo, blokimi nuk e di. Sa shyli doli topi, vetëm shifeni. Nuk e di se çka ka bërë mbrojtja ime. Sa herë që luaj, nuk e di se çka ka mbrojtja ime, luajn shumë thjesht, shikoni miq. Tu e ka bllokuar Stam, gabimin që nxorr portierin, por nuk ka problem, 1-0. Akoma nuk e kemi parë si lon Wesley Schneider, por nuk ka problem. Martinez. Topi për tek Garincha për tek Modric. Stam. Beckham. Rivaldo, Garincha, topi larg për të Schneider, pak sa I fort për nuk ka problem. Schneider, e çon shumë parë, jep një cross për tek Beckham, nuk arrin do ta kapë. Shit, jemi zë shumë keq, Maicon nuk është në vendin e tij. Del Piero ec Maicon, nuk arrin dot, Barcola. Dorhin, por, bravo, Emiliano Martinez, kemi një partije të mirë pse duhet ndëruar, por të shohim. Beckham me kok, Davis, largoje, Garincha, mjaft mirë, Modric, ec, Garincha, nuk arri do ta çoj topin e David Beckham, sa herë që jam në video, po ta keni parë në videon e parë. Sa herë që jam në video, lojtarët e mi nuk e di se ç'a bëjnë, luajmë shumë keq. Topin e ka Emiliano Martinez, nuk ma la ta gjoj një power shot. Një tash Schneider nuk po duket, por 1-0 jena duke humbur, por nuk ka problem pasi nuk e vrasi shumë me Barcola. Nuk po bëj lojën time të zakonshëm, nuk e di se çfarë kanë lojtarët që nuk më bindën.
Më besoni që unë nuk luaj kështu. Shikoni çfarë bën. Modric, Schneider, të shikojnë dribblimin. Pas ka një driblim të mirë. Nuk e kena parë fare, pas ka një driblim të mirë. Bën zënësimi kundërshtar. Modric. Garincha. E jep topin për tek Schneider. Schneider për tek Lautaro Martinez. Gjithsesi topin e kap Modric. Rivaldo. Me fitness godet blokohet. Nuk kena çfarë t'i bëjmë. Gjithsesi Rivaldo e fiton përsëri topin. David Beckham i lartë e la shumë keq. Seriozisht, gjithsesi Rivaldo. Cross. Kushton për tjeri. Stam po jo, gjithsesi. Martinez, më mjaft mirë. Lautaro Martinez, nuk e di pse e ktheu topin mbrapa, nuk e di se nuk deshta hipja aty. Lautaro Martinez me fitness godet pret portierit. E hedh topin në zonë Modric, dhe sta me kokë del Gulaçi, nuk e di se çfarë. Tomin e kap Martinez me një power shoot. Çfarë pritje ka bërë. Duhet ta bëjmë një gol. Rivaldo me kokë, nuk arrin do kthehet Rivaldo. Pse ka gjuajtur aq lart? Nuk e di pse. Nuk e di, megjithatë. Duhet të themi, ju mos harroni nëse jeni duke parë këtë video deri më tash, deri në këtë minutë, mos harroni të bëni like dhe subscribe sepse shikoni çfarë më bie Wesley Schneider, duhet të rrini deri në fund të videos sepse ka qenë një video shumë e mirë. Si Maicon tër tek Rivaldo që nuk arriti dot topi miq. Sta me kokë. Për tek Rivaldo nuk arrin largohet dhe kemi humbur 1-0, por nuk kemi çfarë të bëjmë, ndodhin këto, por mos harroni ju të bëni like dhe subscribe siç e tash më parë, pasi do vinë akoma video më të fuqishëm, sidomos Balotelli që do marrë plus sot kemi arritur 112 euro, shikojmë statistikat. Humbur dhe po mendoa se kemi marrë legendary 2, por jo. Ja, nuk kena tash do futemi tek challenge mode dhe do bëjmë, mos harroni gjithmonë t'i bëni këto. Tek challenge mode do të bëjmë Europa League, e kemi në përgjithësim. Dhe sa për gjeni, Tottenham ka fituar Europa League brëm pasi rrafi 1-0 Manchester United. Komentoni edhe jo poshtë në koment me cilin ekip jeni. Unë për vete jam me Realin e Madridit, por nuk ka problem. Komentoni me cilin ekip jeni. Edhe vazhdo. Dëshirë kam që të ndryshoj një RB-n, sepse kam Maicon në RB dhe dëshirë kam të marrë Lilian Thuram, por nuk e di, pasi mund të dalë në RB më të mirë. Prandaj themi ruani diamantet, ruani shansat deri në fund, sepse mund sot të paksi të themi që nuk supozoj të bini lojtari një mirë me 2500 diamante, mu më ra Wesley edhe paku me 3000 diamante më ra një CDM italian, Locatelli më. Stami në shet, Modrici ne kemi marrë me extra time me 12.500, po super gol i Garinçës. 12.500, 2.500, por nuk kemi çfarë. Vazhdojmë. Gjithmonë mos harroni të bëni këto sepse janë jashtëzakonisht mirë. Sjo duhet Beckham ka fal. Goditja në Porto Emiliano Martinez. Komentoni edhe në koment se çfarë lojtare të marrë tjetër të radhës, ose çfarë lojtar më sugjeroni se right back deri më tash ose portier. Portier veç Donnarumma është si portieri më i mirë i lojës, mirë tash nuk kanë thjerë lojtar tjetër. Nuk kemi çfarë.
So the ball rolling again. 2-0. Falë për një problem teknik për edhe Stamin dua ta ndryshoj, por është tak lartë sepse një qendër Pressure procedurë applied. Can they make something of it? gjithë ekimi, por nuk kam çfarë. Njëherë deri në fund them të marr Bastoni, Martinez. sepse është me 500 qasha, ndërsa të ruaj për një RB që deri në 1000 And that's very intelligent play to win back possession. Tash topin duhet ja japin Wesley Schneider se kena Patrick parë Berg. si luan. Håkon Evjen. Driblimin e mua më duk që kishte të mirë, pa kontrolin duhet të ketë. Real Madrid coming away with it. Shkoj. I shpejt që ka teknik po. Real find themselves in a position of menace. Edhe rrethon si përfundim. Komitoni Berg. poshtë me çfarë do Evjen. të bëj video tjetër, ose anë të bëni like edhe Oh, that's not a good clearance. sepse falas është nuk është do lodheni shumë. Martinez. Shumë që editoj video. Well, nicely cut out. Now what Komentoni will they lojnë do që with të the ball? doni Free Fire, gjithashtu lini dhe emrin tuaj në koment, pasi mund të bëjmë një kundra një bashk dhe ta hedhim një video. The ball back with Real now. Lini emrin tuaj, sa vëlljen edhe logon, që të bëjmë një kundra një bashk, ose ID-n tuaj, Rivaldo. sepse në update-in e fundit doja kanë nxjerrë dhe ID-n, Rivaldo. do shkruash ID-n edhe Real të chance. del vet lojtari. And Po a dhe goal! me emër bën. They're running right. Lini ID-n tuaj ose emrin që të luajmë një kundra një bashk dhe ta hedhim në So video. on they go again, and every indication that Real Por are going mos to stroll harroni to të victory viktimia, here. sepse unë hedh edhe shumë video shorts, And with that, the first si të half marrim draws to shumë a kohë për të close. edituar. Edhe pse i bëjmë editim perfekt, ose këto marrin mbi 1 orë, 2 orë për të Away they edituar. go again. Nuk bësh Second një half is editim underway shumë here. profesional, por nuk kemi çfarë të bëjmë. Vazhdojmë këtu, Modric, Garincha. Garincha. Do t'i bëj një upgrade të kimi besoj me They need to get tots, excited. por nuk jam shetë një Another kandidat e goal! mi. The Sot lead ka grows to shkuan dhe 4 now. 112 A euro. rampant display. Patrick Berg. David Beckham. Now with Snyder. Schneider pse duhet i provoj power shootin. Të Oh, gëzdon tremendous goal! A long festimin. way out, but took it on. A Wesley memorable Schneider finish. Nara sot për My goodness, it's so one-sided. 5-0 in this match. Po ata që nuk di çfarë do thotë tost, do thotë Håkon Evjen. team of the season, ekipi më i mirë Patrick Berg. sezonit që akoma nuk e dal, po e nxjerr. Ka Berg. nxjerr në fillim zori Ligue 1, është ligë në Francë, pastaj Deftly cut zori out by Maicon. Premier League, pastaj Garincha. Bundesliga, Serie A, do nxjerr dhe se nxjerr Can dhe he take them on and beat edhe them? në fund del tots. Real chance. Team of the season, pastaj do And të fired against the crossbar. të dashur në të mirë kanë ai them Rani Diamante, Rani Shfarë në sa atmosferë And it zoni që speaks to the tash. quality of that performance. Edhe unë si ju dua që të keni një ekip të mirë, si që qohën se 112 euro Alert intervention. edhe për ju. Kështu që mos zguroni. Garincha dhe sa më shpejt të shkojmë për 900 subscribe, pastaj për një mise diku jemi të 850 subscribe dhe gjysma për atyre që më shohin video, gati 90%, 95% që shohin video nuk Really bëjnë getting asnjë stuck like, in. ai subscribe. And into the last 20 minutes. Se falas është nuk ose do i Håkon thonë shumë, Evjen. për më video të tjera bom, do vinë shumë video të tjera bom, edhe me Evjen. shikuesit tonë. Kështu që Oh, mos harroni surely. të bëni like dhe subscribe. Që të luajmë bashkë me ju, do të bëni like dhe subscribe. Dikush ka Martinez. dëshirë të luajë me mua, mund ta bëjmë edhe me giveaway pastaj. Rivaldo. Fituesi merr FC Points-a, ose mund të bëjmë dhe një challenge bashkë, And on to fituesi Schneider. se diçka tjetër, hashtag të më të And across the touchline, so a throw in Mos here. zguroni të bëni like dhe subscribe. And they're making a change. Vazhdojmë tash. Schneider, Modric, Stam, Maicon,
Snyder. Well, close to the end of this contest, and Real Madrid absolutely cruising. Stuart, your thoughts? Well, what can you say about this performance? They've been absolutely brilliant. They've played with such guile and creativity, and their passing has been so expansive. Not many teams would have stopped them today. I lutem FIFA si e sporti që He's going ta heq forward këtë well punë me here. glitcha. Sfidoni shumë Well, glitcha, getting sepse është nevojë away, që e luajnë superb big. save. Pi gjysma botës me ruajnë shumë veta këtë lojë dhe And that is going to be that. full-time. Well, a tale of woe in terms of the scoreline as far as the visitors are concerned here. Well, Derek, that just wasn't good enough today. A lack of a game plan. Si thoni ju, them që ta vazhdojmë, ta bëjmë edhe në tjetër se do hapim pak. Na 103 deri në 109. Do të shikojmë çfarë pra sot na Wesley Snyder siç e shifni. Të gjithë shpresojnë që do ishte Ronaldo fenomene se Ronaldo Nazario me 1500 shanse po na ka bërë me 2000. Njëherë mendosëm Ralph Hello, Frank it's great to be with Rijkaard, you, and I don't think anybody is going to complain, especially about the weather. I'm Derek Ray, getting ready to bring you all the action, accompanied by my broadcasting partner, Stuart Robson. And if this game lives up to its billing, we're in for a riveting occasion. It's Real Madrid versus Manchester United. Well, thanks, Derek, as always. The scene is set, two good teams, a great playing surface, and a vibrant atmosphere. It has all the ingredients for a really exciting game. Fernandes or Davis. One Davis in Super LeBeau. Fernandes, determined defending. Super topper të Garrincha. And unable to pick out a teammate. And that'll be a throw. Forse është Diego Dalot. Ka bënë të pasim Oh, he's given the ball away unnecessarily. Snyder me një fitness që nga That was going to be the goalkeeper's ball. Shkelmon me kamp. Rasmus Højlund. Vjen more atë Modric. Eriksson. Promising pass. Real chance. Shit. And still a chance. And in, at the second time of asking, just what was required. Një paneka. Well, here we can see it again. Normally I'm the first to point the finger at the goalkeeper, but I think it's a good initial save. I'm not sure he could have done much more. Just a bit unfortunate, really, that it dropped to an opponent. Sepse Lautaro Martinez tash nuk Martinez? nuk ka problem. This could level it. What a save. Modric, krosimi për të stan, nuk ka Not too fussy in clearing his lines. Power shot. And a gosh, goal! don't take An end-to-end game! And they weren't behind for long! Well, there it is. In off the underside of the crossbar. That's a good goal, isn't it? So back underway following the equaliser. Mazraoui. Christian Eriksen now. Bruno Fernandes has it. Fernandes. Full marks to the keeper. Well, what a reaction from the goalkeeper. Such a good save in the end. Bavësisht. Nuk ka problem Rivaldo. Well, a joy to watch. Motorët e të shpejtësisë. Fa një fake shot. He'll be delighted to have won the ball, having made that difficult challenge. Mazraoui, Diallo, Davis, Ugarte. Stam, Moore, Bravo, Pillard, të këndollet Garrincha, Martinez, Edson. Effective looking pass. Nuk është një shto perfekt. Not the most confident clearance. Edhe bën topin e tij, e jep lart të këndollet. Martinez. Lautaro Martinez me fitness deri atë topi godin. And just flicked off the defender, so a corner coming up. Topi për të Rivaldo me një. Well, when you attempt a bicycle kick, you've got to get it spot on, Stuart. Well, he just makes the wrong contact, doesn't he? The intent was right, but the end product is way off target. More Wesley Snyder. What can Real do from this position? Well, didn't go to plan in the end. Topi Rasmus Højlund, Diego Diallo. Fan është Ama Diallo. Real did well to regain control of the ball. Garrincha, shpejtësinë. Garrincha, in with a chance.
And a goal here! There it is! They've done it! Realizon Gariqa në... So there we have it, 2-1. The first half here comes to an end. So back underway with United looking to plot a route back into this game. Garinqa Hetson. Really good attacking play. Ky është një tërë mjaft teknik. Ja dërlues. Real Madrid have been awarded the free kick. A falit me pjesë David Beckham. Decent Super technique, goditje but për the Androna. goalkeeper Pres. did his job. And a Real corner, hungry for more. Højlund. But after More. pressing like that, maybe the shot need to go. Diego Dalot. Fernandes. Bruno Fernandes. Diogo Dalot. Dalot. Bruno Fernandes. Vjen aty. Eriksson. That's effective pressure. High up the pitch. Shit. Bravo, Stam. Rivaldo. Rivaldini. Martinez. Martinez, it's a mjaft mirë. Well, the defenders know Star they need to get tighter. Martinez, godet. Nuk ka Well, they rritur get një wide from goditje për tu. there. Disappointing. Kërkoj që ta mbende me trivela, por ishte një goditje për tu arruar. Stamekop. So half an hour remaining. Modric. Martinez. Martinez, ja jep topin. Garinqa. And it might be. Godet devijuot në goditje. Corner given to Real Madrid. Maguire. Veta përvoj. Ka të bëj gol në goditje këndit. Dhe pse është shumë e vështirë që të bëhet. Por kam rëzuar një herë, por më kemi shati me Maicon. Nis një top. Kërkova në fakt Garinqa, dhe pse i vajta shi ati. Garincha intervening. Garinqa, një fake shoot, hap crossin, Martinez And me a goal kohë. as it is for 4-1, 3 më They fanë. are on a victory course. 3-1 dhe 20 minuta loj. So on with the action and 3-1 the scoreline at the moment. Schneider, ka shkuto një fanë, Ugarte. kërë vënashëm bitre. Mazraoui. Davis, it's një fmirë, Diallo, Can they get one shit. back? A goal! Just Tre what me they të needed. karzuar Still plenty Ugarte. of life in this match. Ta shi të bëjmë skemë tonë të And the ball is famshme. moving again. 3-2. Schneideri, top Might për be të onto something with that Martinez. ball. Real chance. Nuk arrim të pse se kapi, Superb por nuk defensive arrim si. judgment to end the attack. Që duhet i bëjmë një gol, pasi mund të bëj gol Manchester United dhe shkon në shtesë. Ugarte. Dalot, bravo Beckham, Rivaldo, Just Martinez. 10 minutes to go. Martinez. Fake shoot. Martinez, rëzot nuk asja. Garinqa, Rivaldo, This blokon. could be it. Oh, that's a Andre fine save. Onana. Edson Diallo, Eriksson. Maicon, Rasmus Højlund. shit. Bruno Fernandes. Please, jo tani. Manchester United battling the clock and the scoreline. Shit, please. Timely intervention. Please, jo tani. Well, what an atmosphere we've got Don't inside mess this with stadium. me, bro. The fans are driving the players on here. Don't Surely they're mess going to with hang me. on now. Sorry for music in background, because fali për atë që gjuat në background, por And that po is shiu that, jonë the end është of the i game. It tërbuar, goes është into the shmenë books as a win dice for çfarë. Real Madrid. What did you think of their Dhe overall bëhem një performance? full time. Ore, full time maroj këtu dhe jeni gati për ta hapur. 3, 2, 1, e hapëm. Të shikojmë çfarë do na bie. Është Lez. Ilione. Kush është ky? Matran Diaz 103, 102 plus 1200 Jamesa. Okej, pa. Shpresoj të ketë pëlqyer kjo video. Jo qoftë se ju ka pëlqyer, mos harroni të bëni like dhe subscribe dhe share në videon tjetër. Bye bye.